Zërat për sezonin e ri të Ferma VIP 3 po shtohen çdo ditë dhe duket se surprizat nuk do të mungojnë. Pas konfirmimit të dy emrave të mëdhenj të ekranit, Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj, që do të jenë në krye të spektaklit, vëmendja tani është zhvendosur tek një tjetër figurë shumë e njohur për publikun shqiptar. Në mediat roz po përflitet gjithnjë më shumë një rikthim i mundshëm i Angel Shkirës në ekran, këtë herë me një rol të ri. Sipas këtyre zërave, moderatorja mund të jetë një nga emrat që po konsiderohet për karrigen e opinionistes në këtë edicion të ri të reality show. Angel Shkira u bë edhe më e dashur për publikun gjatë pjesëmarrjes së saj në Big Brother VIP, ku spikati për mënyrën e drejtpërdrejtë të të folurit, argumentet e forta dhe qëndrimet pa filtra. Pikërisht këto cilësi janë ato që shumë fansa mendojnë se do ta bënin atë një opinioniste shumë interesante në një format si Ferma VIP. Megjithatë, deri në këtë moment nuk ka ende një konfirmim zyrtar as nga produksioni i spektaklit dhe as nga vetë moderatorja. Për momentin gjithçka mbetet në nivel zërash dhe pritshmërish, por fakti që emri i saj po përmendet ka ngjallur menjëherë interes dhe diskutime në rrjetet sociale. Nëse ky rikthim do të bëhet realitet, atëherë Ferma VIP 3 mund të sjellë një tjetër element të fortë në panelin e tij, duke shtuar edhe më shumë kuriozitetin e publikut për sezonin e ri të spektaklit.